Edhe geopolitika nuk është sikur më herët. Jo. Nëse në të kaluarën kanë ekzistuar dy pole që kanë ndikuar, do të thonë Lindja dhe Perëndimi, sot kemi bota multipolare quhet, ka shumë ndikime. Ka fuqi rajonale, ka ndikimi mediave shumë i lartë, pastaj kemi ndikim të njerëzve individ që i përmendet ato streamers edhe youtubera që vetë me aftësitë e veta bëhet ndikues në mindsetin apo në mënyrën se si mendon një i ri, edhe pastaj ne themi këto janë ato që më shumë janë ndikuar apo përhapin. Cila është ajo agjenda jonë? Në çka thrasim ne, edhe në çka thrasni ju, edhe t'i bëjmë krahasimin cila është më shumë agjenture huaj e cila është më pak agjenture. Do ta shohim se muslimanët thrasin njerëzit që t'i përmban traditave që janë të mira, trimërisë, guximit, bujarisë që kanë pas shqiptarët, besën, mos me qenë tradhtar, mos me qenë i pamoralshëm. Këto këto edhe nëse janë të themi kushtimi shëndikimin e turqëve apo në ndikimin e arabe, këto pjesë të kulturës tonë, tjetër ashtu. Po shikosh ka i të përhapti. I të përhap kohësimin e fëmijëve tuaj nga gjuha e tyre, nga traditat e tyre, nga kultura e tyre. Në vetëm se tash me rinjall tash një plakë e cila ka jetuar ndoshta vitet 80 dhe me çun me ndonjë ndarësëm të shqiptarëve. Thot ku është në Francë? Ku jam, ajo në Francë? Po, çashtu është. Ne jena tu fol për zana të një pakicës në popullin tonë. Në popull i cili është i njohshëm për tolerancën fetare ose ndërfetare. Tamam. Ne kemi domethënë populli jonë. Kjo është nga Islami, se dominues kanë qenë muslimanë. Kishin dashur ato ta shiko, sa përqind tolerancë. Kishin dashur me ushtru jo tolerancë. Me një herë i kishin përjashtu këta. Ju jeni më ndryshe, po sot pakica përjashton shumicën. Edhe do me thonë krenot në mesin tonë është kultivuar toleranca ndërfetar. Kush e ka kultivu këtë? Shumica apo pakica? Përgjithsi toleranca nuk varet për pakicës, varet për shumicës. Se shumica është ajo e cila tregon tolerancë, jo pakica. Pakica, si me thonë, shikon tek shumica, mos po më shirojnë këto. Unë i respektoj shumicën për faktin që janë ashtu. Por shumica tregon tolerancë, ai mund tregon çfarë? Mosdurim, jo tolerancë. Kështu që kur i nvishet populli ton toleranca ndërfetare, unë them që kjo ju nvishet ndershmërisht shumicës, ato kanë qenë musliman. Po fatkeqësisht sot ne kemi ra, do me thonë që shumica tjetë e sulmuar nga një pakicë e marginalizuar fatkeqësisht, edhe t'jenë teme debateve të ndryshme.